një farloj kërcënimi për qeverim. Po, që tha ose do një më orientu, ose ka projektet amerikane, ose anën tjetër. Edhe kur ti e ka ditë këtë punë, edhe vazhdon me ditë këtë punë, edhe nuk është interesuar për shkak se kur ti i ka bërë shumë favore projekteve tjera energjetike në vend. Dhe sigurisht që e ka problem me pranu projektin amerikan, shkak se mundën me ra shumë interesa ti në këtë fushë. Dhe kështu ka me shty procesin, kur s'ki stabilitet politike, ka shumë alet dhe arshytimin. Se s'kemi qeveri, s'kemi institucione, edhe ka me vazhdu në këtë situatë. Se pat, në fakt, me qenë themi të kjo temë, të këtë gazi Amerikanë, se pat thirrja në ish kryeministrit Hoti, thirrje për protest, po. Në fakt, populli i Kosovës ka shumë arsye për protesta. Nuk është veç gazi Amerikan, po ka dhe shumë arsye tjera, është vështirësu jeta në Kosovë sidomos gjatë 6 viteve të fundit, sidomos në aspektin ekonomik dhe social, dhe sot